Historia e tyre e dashurisë ishte si një histori prrallash, por që nuk pati përfundim të lumtur. Po flasim për princin Leka dhe Elian, marrëdhënie të cilëve nuk u mbyll paqësisht, por me përplasje të forta. Ajo që u komentua më së shumti në këtë ndarje ishte fakti se princi u dashurua me Blertën, fotografen e familjes, të cilën Elia e kishte shoqe dhe i kishte besuar jo vetëm fotografitë e dasmës, por edhe të gjitha fotografitë familjare që ato bënin dhe postonin. Ajo që i dhëmbi më shumë Elias në të gjithë këtë histori ishte ky fakt, ndërsa Blerta në një intervistë të dhënë pasi u lidh me Lekën ka deklaruar se ajo nuk e ka patur shoqe Elian. Megjithatë, Elia Zaharia u bë një kapitull i mbyllur në jetën e Lekës, i cili u martua zyrtarisht me Blertën dhe së fundmi çiftit i ka ardhur në jetë një djalë i shëndetshëm. I emocionuar Leka ka deklaruar: "Djali ynë, princi Aleksander, lindi paraditën e të premtes në orën 11:11 në datën 10 korrik 2026. Lartësia e saj mbretërore, princesh Blerta, solli në jetë princin Aleksander. Princi Aleksander lindi me peshë 3 kg e 115 gram. Princesh Blerta dhe princi Aleksander gëzojnë shëndet të plot." Leka ka postuar në rrjetet e tij sociale foto me djalin e sapo lindur dhe bashkëshorten e tij. Burime pranë Elias bëj me dije se kur ajo është pyetur se çfarë mendon për këtë zhvillim të ri në jetën e ish-bashkëshortit, është shprehur: "Edhe pse Leka është një kapitull i mbyllur në jetën time, unë uroj çdo të mirë për djalin e sapo ardhur në jetë, të ketë shëndet dhe shumë fat. Ai do të jetë vëllai i vajzës time." Këto fjalë të Elias tregojnë se ajo është një vajzë me shumë vlera dhe me zemër të madhe.